Të dashur miq, mirë se vini në këtë hapësirë qetësie. Sot do të ndajmë me ju 7 mësime të fuqishme budiste që kanë ndihmuar miliona njerëz në botë të qetësojnë mendjen e trazuar dhe të gjejnë paqen e brendshme. Këto nuk janë thjesht ide teorike. Janë praktika të thjeshta, por jashtëzakonisht të fuqishme, që ndryshojnë plotësisht mënyrën se si ne lidhemi me mendimet tona dhe me botën përreth. Nëse ndiheni të stresuar, të mbingarkuar ose thjesht kërkoni një mënyrë më të qetë për të jetuar, kjo video është për ju. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Faleminderit. Le të zhytemi thellë në secilën prej tyre, një nga një, me qetësi dhe vëmendje të plotë. 1. Mos i rezisto realitetit. E para dhe ndoshta më e rëndësishmja nga të gjitha, mos i rezisto realitetit. Vuajtja jonë më e madhe nuk vjen gjithmonë nga vetë ngjarjet që na ndodhin, por nga rezistenca e fortë që mendja jonë u bën atyre. Kur diçka e pakëndshme ndodh, një humbje, një sëmundje, një dështim, një kritik, pjesa jonë instinktive fillon menjëherë të luftojë. Kjo nuk duhet të ndodhte, nuk e meritoja këtë, pse pikërisht mua? Ky luftim i brendshëm është ai që shton dhimbjen mbi dhimbjen. Budizmi na mëson se realiteti nuk pyet për pëlqimin ton. Ai thjesht është. Dhe sa më shumë ne luftojmë kundër tij, aq më shumë vuajmë. Pranimi nuk do të thotë dorëzim apo pasivitet. Pranimi do të thotë të shohësh gjërat saktësisht ashtu siç janë, pa i veshur me shtresa shtesë emocionale, pa i bërë më të mëdha apo më të këqija nga sa janë në realitet. Kur ndodh diçka e vështirë, pyesni veten, çfarë po rezistoj pikërisht tani? Çfarë do të ndodhte nëse thjesht do ta lejoja këtë realitet të ekzistonte, pa e luftuar me mendime? Sa herë që ndaloni rezistencën, ju menjëherë çlironi një sasi të madhe energjie që më parë e shpenzonit kohë. Paqja fillon aty ku mbaron lufta me realitetin. 2. Ti nuk je mendimet e tua. Mësuesi i dytë budist thotë, ti nuk je mendimet e tua. Mendimet vijnë dhe shkojnë si ret në qiell. Ato lindin automatikisht, shpesh pa ftesë. Një mendim i keq, një kujtim i dhimbshëm, një frikë për të ardhmen, një gjykim për veten, të gjitha këto janë vetëm fenomene kalimtare të mendjes. Problemi i madh lind kur ne identifikojmë veten me to kur themi, unë jam i dështuar, unë jam i padenjë, unë jam gjithmonë i tensionuar. Në atë moment, ne nuk jemi më vëzhguesit e mendimeve, por robërit e tyre. Praktika e fuqishme këtu është të mësojmë të vëzhgojmë mendimet pa u bashkuar me to. Imagjinoni sikur jeni duke u ulur në një park dhe po shikoni ret që kalojnë. Nuk i ndiqni, nuk i kapni, nuk i gjykoni. Thjesht i shikoni. Kur e bëni këtë, krijoni një hapësirë të mrekullueshme midis jush dhe mendimeve tuaja. Dhe në atë hapësirë lind qetësia. Ju filloni të kuptoni një të vërtetë të thellë. Ju nuk jeni zhurma në kokën tuaj. Ju jeni ai që dëgjon zhurmën. Sa herë që një mendim i fortë ju sulmon, thoni me butësi, po, ja një mendim tjetër dhe lëreni të kalojë. Kjo është një nga praktikat më çliruese që mund të bëni. 3. Lësho iluzionin e kontrollit. E treta, lësho iluzionin e kontrollit. Ne jemi të bindur se nëse mund të kontrollojmë mjaftueshëm njerëzit, situatat, të ardhmen, emocionet tona, atëherë do të jemi të sigurt dhe të lumtur. Por kjo është një nga iluzionet më të mëdha të mendjes njerëzore. Sa më shumë përpiqemi të kontrollojmë, aq më shumë tension krijojmë brenda vetes. Sepse realiteti është se ne mund të ndikojmë në veprimet tona, në qëndrimin ton, në përpjekjet tona, por nuk mund të kontrollojmë gjithçka tjetër. Reagimet e të tjerëve, motin, ekonominë, shëndetin, fatin. Lëshimi i kontrollit nuk do të thotë të mos bëjmë asgjë. Do të thotë të japim maksimumin në atë që varet nga ne dhe pastaj ta lëmë jetën të rrjedhë siç di ajo. Kur e lëshoni nevojën për të kontrolluar, ndjeni një lehtësi të pabesueshme. Është si të lëshoni një valixhe shumë të rëndë që e keni mbajtur për vite me radhë. Pyetni veten shpesh. Cila është gjëja që po përpiqem të kontrolloj tani, por në të vërtetë nuk mundem?
dhe pastaj, me dashuri, lëreni. 4. Çlirohu nga opinionet e të tjerëve. Mësuesi i 4. Çlirohu nga opinionet e të tjerëve. Një pjesë e madhe e vuajtjes son vjen nga varësia ndaj miratimit të jashtëm. Ne duam që njerëzit të na pëlqejnë, të na respektojnë, të na vlerësojnë. Kur ata nuk e bëjnë, ndihemi të plagosur. Por çfarë janë opinionet e të tjerëve në të vërtetë? Janë thjesht interpretime subjektive, të ngjyrosura nga përvojat e tyre personale, nga frikat e tyre, nga besimet e tyre, jo nga e vërteta absolute. Kur e kuptoni këtë thellësisht, filloni të çliroheni nga barra e rëndë e çfarë do të mendojnë të tjerët. Ju nuk keni nevojë të jeni të përsosur sipas standardeve të botës për të qenë të denjë. Liria e vërtet fillon kur mund të thoni me qetësi: unë nuk jam përgjegjës për opinionet e të tjerëve. Unë jam përgjegjës vetëm për integritetin tim. Sa më pak të vareni nga vlerësimet e jashtme, aq më i fortë dhe i qetë bëhet bota juaj e brendshme. 5. Mëso të bësh një pauzë para reagimit. E 5. Mëso të bësh një pauzë para reagimit. Shumica e stresit dhe konflikteve në jetën tonë vijnë nga reagimet e menjëhershme, impulsive. Dikush na flet keq, ne përgjigjemi menjëherë. Ndodh diçka e pakëndshme, ne hymë në panik ose zemërim. Budizmi na mëson fuqinë e hapësirës së shenjtë, asaj pauze të vogël midis stimulusit dhe reagimit. Në atë pauzë gjendet liria jone e vërtetë. Kur mësoni të merrni edhe vetëm një frymëmarrje të vetme para se të përgjigjeni, ju kaloni nga reagimi automatik në përgjigje të ndërgjegjshme. Nga emocioni i papjekur në mençuri. Praktikoni këtë çdo ditë. Kur ndjeni që po ngrihet zemërimi, ankthi ose frika, ndaloni. Merrni një frymë të thellë. Pyesni, çfarë është më e mençur të bëj tani? Kjo pauzë e thjesht ka fuqinë të transformojë marrëdhëniet tuaja, shëndetin mendor dhe cilësinë e jetës suaj. 6. Pakso atë që mendja ndjej. Mësuesi i 6. Pakso atë që mendja ndjej. Mendja njerëzore është e programuar të kërkojë gjithmonë më shumë sukses, më shumë para, më shumë njohje, më shumë përmirësim, më shumë përvojë. Kjo uri e përhershme krijon një gjendje kronike pa kënaqësie. Budizmi na fton të shohim se shumë nga dëshirat tona nuk janë të nevojshme. Ato janë thjesht zakone mendore. Sa herë që ju shihim ato pa ndalim, ne e largojmë veten nga paqja. Praktika është të mësojmë të jemi të kënaqur me atë që kemi tashmë. Të praktikojmë mirënjohje të sinqertë për gjërat e thjeshta, një çaj i ngrohtë, një buzëqeshje, shëndeti, një çati mbi kokë, frymëmarrja. Kur paksoni dëshirat e panevojshme, mendja pushon së vrapuari. Dhe në atë pushim, lind një kënaqësi e thellë dhe e qëndrueshme. 7. Ktheu te e tashmja. Dhe mësuesi i 7, më i bukur, ktheu te e tashmja. Mendja jon kalon shumicën e kohës ose në të kaluarën me keqardhje, faj, nostalgji ose në të ardhmen me frikë, ankth, planifikim të tepruar. Por jeta reale ndodh vetëm në një vend, tani. E tashmja është porta drejt paqes. Kur jemi plotësisht të pranishëm, zhurma mendore qetësohet natyrshëm. Një nga mënyrat më të thjeshta dhe më të fuqishme për t'u kthyer në të tashmen është të lidheni me frymëmarrjen tuaj ose me shisat tuaja. Ndjeni këmbët në tokë. Dëgjoni tingujt përreth. Vëreni ngjyrat, erën, temperaturën e ajrit. Çdo herë që mendja ikën, ktheheni butësisht prapa, pa gjykim. Ky është meditimi në thelb, të kthehesh prap e prap në këtë moment të vetëm. Sa më shumë që jetoni në të tashmen, aq më pak vuani nga iluzionet e kohës. Përfundimi. Të dashur miq, këto 7 mësime budiste nuk janë vetëm për t'u dëgjuar. Ato janë për t'u jetuar. Paqja nuk është diçka që duhet ta kërkoni jashtë. Ajo është gjendja natyrale që shfaqet kur ndaloni së ushqyeri ato zakone mendore që ju shqetësojnë, rezistencën, identifikimin me mendimet, nevojën për kontroll, varësinë nga opinioni i të tjerëve, reagimet impulsive, dëshirat e pafundme dhe ikjen nga e tashmja.
Jeta nuk ka nevojë të jetë perfekte që ju të ndjeni në paqe. Ju thjesht keni nevojë të ndryshoni marrëdhënien tuaj me jetën. Zgjidhni sot vetëm një nga këto 7 mësime dhe filloni ta praktikoni me vetdije. Edhe një hap i vogël çdo ditë mund të sjellë ndryshime të mëdha me kalimin e kohës. Faleminderit që ishit këtu. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një like, të ndani me dikë që mund ta ketë nevojë dhe të abonoheni për më shumë përmbajtje rreth rritjes personale dhe paqes së brendshme. Qetësi dhe dritë për të gjithë ju. Takohemi në videon tjetër.